jemi të kjo pjesë, desha të di dhe për paragjykimet. Ju velet dhe të në këtë rast, do mos me mbules, në midina, sa paragjykoheni nga të rinjët e tjerë që ndoshta konsiderojnë vetën e të themi më të modernizuar në thojza në një farë mënyra. Në popullin tonë këto të na, nuk ka ndodhur kështu paragjykimet kemi. Ka ndodhur për shembull në rrjetet sociale të paragjykohemi, ose kur kemi shpas dikon të një organizim të shkojmë jashtë vendit, ka pas paragjykimet shumëta, po me ndiku as pak nuk ka ndiku të une që të ndroj mendim ose të demoralizohem ose diçka tjetër. Kam pas synimin tem dhe kam qenë i bindur në ata që e kam nisë dhe inshallah do e vazhdojmë kështu gjithmonë. Paragjykimet janë më të pakta në këtë rast dhe rrallëherë ju haseni me këto lloj problematika. Por kur vjen puna tek femrat e gratë, kjo gjë është e dukshme dhe nuk mund t'i kësh letë. Gratë është pak më ndjeshme, paragjykojnë më shumë, flasin pak më shumë, edhe shpesh herë edhe nuk kanë shumë besim tek gjinja femërore. Shpesh herë ne mund të kemi dëgjuar edhe fjalë se nuk do ja arrish, nuk do mund ta bësh, ti je vajzë, mirë po me punë, me përkushtim, me sakrificë arrihet gjithçka. Ne vetëm cekëm edhe pjesën ku ju keni studiuar sakrificat e juaja dhe gjithë që keni kaluar gjatë këtyre viteve studimore. Desha të di nga ju, kemi dëgjuar se këto ditë është mbajtë edhe absolventiada, ceremonia juaj e diplomimit, por kam dëgjuar që është hera parë që ndodh një ceremoni, një absolventiad. Po, një organizim kaq i mrekullueshëm ta quaj sepse kështu e quaj unë, të cilën u organizua pak ditë më parë, është mbajtur për herë të parë në Filharmoniat në Shkup dhe ne si gjenerat kemi vendosur që të jemi si gjenerat e parë e cila do ta organizojmë këtë manifestim apo ceremoni dhe kemi qenë prej unë dhe Lidi dhe një kolege jona Elma që në këtë rast do ta ceki, kemi qenë organizatorët të cilët jemi marrë me organizimin e kësaj ceremonie. Ka qenë diçka aq e gëzueshme, por edhe stresuese, për shkak se si herë e parë ballafaqoheshim me probleme të cilat nuk i kishim hasur ndonjëherë, me sfida, me edhe lodhje kemi pasur këtë ditë, mirë po shkoi gjithçka shumë bukur, shumë mirë, jemi krenar për punën të cilën e kemi bërë dhe shpresojmë që edhe vitet e ardhshme ta vazhdojmë këtë traditë.